Zakonisht po, marr komplimente të tilla për pamjen e jashtme, mirë po që nga ana femrore normalisht janë më të reduktuara në farë forme, për shkak që ekziston ajo rivaliteti, ajo xhelozia, por që nuk e marr nga zemra. Nëse do me më komplimentu, fajn, nëse jo. Në aspektin e punës, kam pas ndonjë koment që ndoshta thjesht s'u ka besu një vajzë kaq e re, kaq e bukur e shkolluar, ndoshta ka pas dhe raste të tilla? Pikërisht e kam pas një rast të një pacient i cili kaluan termin për marrë me bobotoksin, edhe kur ka hy, ka kërku doktoresha Irin, po pi thonë përshëndetje, unë jam adin edhe e kom pa që është shtangë, e kom lexuar në sytë e tij që është shtangë në farë forme, prita që ka me konë dikush tjetër, u konë replika e tij, edhe për një me pat me të nkry për një kohë gjatë, sepse normalisht e ka pas ndoshta bindjen që mundet me qenë dikush i tjetër moshe, ose çka po di, po që thjesht po jam përballë edhe me kësi raste. Pra Perina nuk ndalin pjesën e punës, apo me motën e tokë? Këto thjesht më shtyn me punu ma shumë.